Rruga Shirok-Zogaj është pranë përfundimit dhe synimi është deri në mes të muajit maj të jetë gati për sezonin turistik. Zëvendës kryeministri Albana Koqiu, e cila inspektoi punimet së bashku me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi, tha se ky segment do të jetë në dobi të qytetarëve dhe të turizmit, ndërsa do të ngrihet një pikë kufitare one stop, e cila do të jetë e përbashkët me Malin e Zi për të marrë shërbimet policore dhe ato doganore. Në një fazë të dytë investimesh që praktikisht është aprovuar, do të ketë një ndërhyrje edhe në fshatin Zogaj në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës, në mënyrë që ai të kthehet në një fshat me filli turistik, duke shfrytzuar gjithë atë potencial që ai realisht e ka sot i flasim. Në fakt është një punë shumë e mirë në këtë segment rrugor, 6.5 km nga Shiroka në fshatin Zogaj në pikë kufitare me Malin e Zi. Është një segment rrugor i cili do të lehtësoj shumë lëvizjen dhe qarkullimin e qytetarëve, por edhe të mallrave. Megjithatë, unë mendoj që vlera e shtuar e këtij investimi është pikërisht fakti që oferta turistike bëhet më atraktive edhe më e dobishme në funksion të sezonit turistik, në funksion të zhvillimit të qytetit Shkodrës, edhe duke konsideruar faktin që së bashku jemi duke punuar me Malin e Zi, aktualisht kemi një marrëveshje në fuqi për të vendosur edhe një pikë kufitare e përbashkët e lëvizjes, do të thoja pra një one stop shop ku shërbimet kufitare merren në një njëjtën pikë. Ne synojmë që në mes të majit, sezoni turistik ta ketë mbaruar. Praktikisht ka ngelur vetëm pak punime, tregtare punime dhe mbylljet e fundit. Ministri Karakaçi, i cili para pak ditësh njoftoi edhe paketën Porta e Alpeve, tha se me këto investime në qarkun e Shkodrës, rezultatet do të jenë mjaft të frytshme dhe që do t'i shërbejnë zhvillimit të mëtejshëm ekonomik dhe turistik. Porta e Alpeve, në fakt, porta hyrëse është këtu në Shkodër me një projekt investimi prej 100 milion eurosh që do të shërbejë në të gjithë elementët e infrastrukturës për qytetin e Shkodrës dhe do sjellë një potencial të jashtëzakonshëm turistik edhe jo vetëm për qytetin e Shkodrës, për gjithë vendin, në fakt, për gjithë qytetarët shqiptarë. Zëvendës kryeministri, në fakt është e vërtet. Së pari, edhe kjo aksi që ne po kalojmë këtu, që siç u theksua edhe më herët, nuk flasim vetëm për një aks rrugor, por është pjesë e një lidhje shumë të rëndësishme turistike ndërmjet pjesës së Shirokës me pjesën e Zogajt, ku ne sapo kaluam në Shirokë dhe pamë se si investimi që ka bërë qeveria shqiptare para pak vitesh i ka dhënë një gjallëri dhe një ritëm dhe stimulim të turizmit. E njëjta gjë do ndodhi edhe këtu në pjesën e Zogajt. Këtu punimet, siç u theksua, tashmë janë të kombinuara, sepse kemi dhe projektin e ujësjellësit në Shirokë, kanalizimeve në Shirokë dhe në Zogaj dhe rrjetin 20 kV. Por ky është vetëm fillimi përsëri për qarkun e Shkodrës. Kemi investime infrastrukturore në aksin e Velipojës, në hyrjen e qytetit Shkodrës, pjesën e një, le të themi, rijetëzimit të pjesës së Bunës, duke krijuar lumit Bunës, duke krijuar edhe një pjesë më të aksesueshme për turistët dhe duke përfshirë edhe investime deri në Malësitë Madhe. Siç e thash, është një paketë të tërë investimesh të rëndësishme dhe të rëndësishme për veriun, për qarkun e Shkodrës, për të cilën patjetër po japin frytet e veta në zhvillimin turistik të këtij qarku. Kreu i ri i policisë Skënder Hita bëri me dije se për këtë qëllim do të ngrihet grupi ekspertëve për dhënë vlerësimet mbi pikën e përbashkët kufitare. Në të njëjtën pikë kalimi kufitar, kjo do bëj të mundur lehtësimin e lëvizjes së njerëzve, turizve, pasi është zonë që frekuentohet shumë edhe nga turistë huaj, me qëllim që të kenë akses kalimi si në Malë Zi edhe në Shqipëri. Do ngrihet edhe grupi ekspertëve për lidhjen dhe bashkimin e pikës kufitare midis Malit Zi dhe Shqipërisë, dhe kjo do bëhet e mundur së shpejti, pothuajse këtë sezon turistik, ku dhe shërbimet e tjera të rendit dhe qarkullimit rrugor do jenë të përfshira në këtë aks për të ofruar siguri dhe rend për gjithë turistët dhe qytetarët e zonës. Zona e Shirok-Zogajt dhe i gjithë qarku i Shkodrës tërheq rreth 500.000 turistë, të cilët kalojnë mesatarisht 2 net në strukturat akomoduese.